pjesën e Gjilanit edhe deri këtë lidhje ku afër Lipjanit në Banull, nuk mund të themi që është teren kodrinor malor. Domethënë është teren pak më i butë të themi. Terenet më vështirë janë kodrinore malore, pastaj janë ato bregore dhe fushore. Domethënë është teren mesatar, besoj, për ndërtimin e autostradëve. Afati i kryerjes punëve këtu varet nga disa faktorë. Nuk mundemi me thonë që kaq merr kohë në ndërtimin e autostradëve. Varet edhe për llojit të autostradës, po flasim për autostradat këtu që kemi ekzistuese, besoj që njëjtë ka me qenë edhe andej. Sa mund me zgjat 1 kilometër gjatësitë të autostradës për me ndërtu, tu i marr parasysh faktorë të ndryshëm. Tu i marr shembull që projekti është në rregull, nuk ka probleme gjatë ekzekutimit të punës. Edhe mbas përvoja me autostradat e kaluara shembull. Nëse marrim një mesatare shembull, po 1 kilometër ndoshta nuk duhet me marr më shumë se 2 apo 3 muaj shembull.